Edhe zotin Kurti ta vendosë para një situate. Sa e lehtë kish me qenë ky dakordim mes 3 partive të ish opozitës, duke marrë parasysh se nëse propozojnë dikën nga partia e tyre, sa e pranueshme është pastaj për 2 partitë e tjera, sepse ne kemi parë që nga Aleanca vetë Haradinaj është vetë ofruar, megjithatë sa e pranueshme do të jetë për PDK-n dhe për LDK-n si 2 parti goxha më të mëdha se Aleanca për ta përkrahur një president apo për t'ia dhënë në një farë mënyrë presidentin një partie të vogël. Ajo që po themën është që të vendosen në tërëzën e diskutimit emrat e 3 partive politike. Dëshira ime cila do të ishte që Partia Demokratike e Kosovës të propozojë emrin e Hashim Thachit për president. Lidha Demokratike e Kosovës të propozojë emrin e Vjosës ose të Lutfi Azirit apo kujt ndakordu, Aleanca vetë ka të propozuar me zotin Haradinaj. Nëse shkohet për formulën politike, këta 3 emra të vendosur në bisedim. Nëse vendoset për formulë jo politike, jo partijake, secila për këtyre 3 partive të propozojë nga një emër. A beson se kur e përmend emrin e Hashim Thachit, a beson se lëvizja vetëvendosje pastaj sepse pa vota të lëvizjes vetëvendosje nuk mund të zgjedhet presidenti. Ka gjansa që vetëvendosja ta aprovoj një emër të tillë, pra t'i jap votat, dhe në anën tjetër sa reale është një propozim i tillë duke qenë se vendimi për ish-krerët është deri me 20 korrik. Pastaj sigurisht ne të gjithë do dëshirojmë që ata të liroheshin, por nuk e dim se si do të jetë vendimi. Po shikoj, ne në bazë të Kushtetues së Republikës Kosovës, gjykata specializuar funksionoi në bazë të ligjit të në bazë të Kushtetutës dhe ligjet të Republikës Kosovës, presumimi pa fajësisë ekziston për secilin prej kandidatëve, për secilin qytetarëve të Republikës Kosovës. Kjo do të ishte ndoshta edhe një hapje e një debati politik dhe publik në vend, përderisa të gjitha forcat politike, përjashton ndonjë individ aty këtu, të gjithë spektri politik, të gjithë shoqëria, të gjithë bota akademike, bota mediatike, struktura të veçanta, diplomatike, shohim qartë edhe bashkësia ndërkombëtare që kanë një afinitet për figurën e zotit Thaçi, unë mendoj që do të ishte diçka e mirë në këtë proces. Por në rast se ka probleme juridike, se nuk jam jurist, dhe nëse ka probleme juridike që nuk mendoj që ka, por nëse mund të paraqitet probleme juridike, është diçka tjetër. Gjithatë si do shihej tek lëvizja vetëvendosje, po flasim hipotetikisht, sepse në raportimet edhe lajmet e fundit që edhe i lexova për kohën se kur mund të mirret vendimi për ish-krerët, ka përcen ato të zgjedhjes së presidentit. Shiko, ka disa opcione, ende aktualisht është opcioni i parë që jo më larg se 20 korriku. Madje ka disa spekulime, fjalë mediatike, mos i them, pa konfirmuar se do të jetë 13 korriku, data kur do të deklarohet gjykata specializuar, tash mbetet të shifet, por sidoqë të jetë, ne po japim opinione politike me qëllim të përmirësimit të situatës. A do të pranoj lëvizja vetëvendosje? Deri më sot nuk e kemi pas par asnjë prej aktorëve të lëvizjes vetëvendosje, për flas të zyrtarëve të lartë të partisë që ka qëndrimin kundër zotit Thaçi. Sikur që ka për shembull në këtë rast kundër zonës Osmani. Kemi pas disa qëndrime kundër zotit Haradinaj, të cilët ka thonë që është parti e vogël dhe nuk dihet sa është realiste të propozohet, por mendimi jam është që presidenti i vendit të vijë nga kjo pjesë, s'po du me e ndatë ashti, por të jetë ka pjesa që lidhet me luftën e Ushtrisë Qendrore të Kosovës, do të jetë një siguri, do të jetë një garanci, dhe do të jetë një orientim drejt së ardhmes, për shkak se Kosovën e presin sfida të mëdha në raport me faktorin ndërkombëtar. Dhe nëse flasim hipotetikisht, profesor, si do të ishte që presidenta kishim Hashim Thaqin e kryeministër Albin Kurtin? Po kemi pas raste të tilla, kemi pas fillimisht një rast të tillë, nuk ka pas ndonjë ka pas aso fërkimet politike, por mendoj që tashmë skena politike është pjek edhe zoti Kurti në jetën publike, se ka qenë fillimet e tij në institucione, i din shumë mirë peshën dhe përgjegjësinë e zotit Thaçi në raport me faktorin ndërkombëtar, do të ishte diçka interesante dhe unë mendoj se do t'i bënte nder institucionet të Kosovës, por nuk do të thotë vetëm ky rast, mund të kemi emra të tjerë të mjaftueshëm, qoftë nga Partia Demokratike e Kosovës, qoftë nga jeta publike jo partijake. Po, pikërisht për këtë profesor, a ka gjasa që ndoshta Partia